Olsi, a besoni që pas kësaj lufte dhe ku Irani tashmë duket se nuk është mpostur, edhe Izraeli do e ketë më të vështirë që t'i shpallë luftë të Turqisë, apo mendoni që një luftë Turqi-Izrael do e zarohet se s'bën? Nuk besoj që do kemi një luftë Turqi-Izrael, hë për hë, nga që planet e Netanyahut për të rrëzuar regjimin në Iran, për të instaluar një regjim quisling dështuan, Irani jo vetëm që triumfoi kundër Izraelit në luftën 40 ditore, por ka triumfuar mbi padronin e Izraelit, që është SBA-ja, dhe për sa kohë që amerikanët nuk arrin në ndonjë marrëveshje me Iranin, ose nuk e shkatrojnë Iranin me bombë nukleare, ose nuk ndryshojnë regjimin e Iran, unë besoj që Izraeli do ketë probleme shumë të mëdha, nga që Irani është aty, Irani nuk fshihet dot nga harta, dhe unë besoj që Irani në këto momente është edhe më këmbëngulës dhe i vendosur se sa më herët për të luftuar Izraelin dhe gjenocidin e tij në Palestinë, Liban, Siri dhe gjithë lindjen e mesme. Besoni që po themi mos afrimi i shteteve arabe me Iran në këtë luftë, Irani do ketë një lloj qasje tjetër pas kësaj lufte ndaj tyre? Po, Irani ka dëruar që nga viti 1979, kur u bë revolucioni islamik, që të abuzohet, të vendoset nën sanksione, të sulmohet, të ketë grupe terroriste sponsorizohen kundër tij etj. Dhe me këtë luftën e Ramazanit, apo luftën 40 ditore, kur Izraeli dhe Amerikanët vranë liderin e tyre suprem, këtë tutje iranianët nuk do sillen më si pula, sikur kanë sjellur më herët, por do të sillen ashtu sikur kuptojnë amerikanët, izraelitët dhe arabët me forcë. Dhe me sa kuptoj unë, dhe ajo që duket nga sjellja e ushtrisë iraniane, e qeverisë iraniane, Irani nuk do t'i trajtoj më vendet arabe sikur i trajtonte më herët, që i toleronte, që toleronte ndërtimin e bazave amerikane dhe izraelite në territorin e tyre, që toleronte persekutimin palestinezëve dhe luftëtarëve të tjerë që luftojnë për shtirimin e Palestinës. Duhet që tani më kemi një Iran të ri, i cili udhëhiqet nga një lider i ri, nga një udhëheqës i ri, që është Moshtaba Khamenei, i cili është gjak i ri, është produkti i gardës revolucionare, është një person të cilit i kanë vrarë babën, i kanë vrarë nënën, i kanë vrarë vajzën, i kanë vrarë gruan, dhe është një person që kërkon luftë dhe hakmarrje. Dhe unë mendoj që ne po shohim shfaqjen e një Irani të ri, Irani ambicioz dhe një Iran që nuk do lejoj që të nëpërkëmbet më sikur u ka nëpërkëmbur në të kaluarën. Sa mendoni se do ja dalë Irani me këtë qasje të re dhe ku do kërkojë mbështetje? Irani nuk ka nevojë për mbështetje. Dhe që Irani është shtet perandori. Ne gjithë e dimë që Iranin nuk e mbështet asnjë fuqi. Irani ka simpatin dhe bën tregti me Kinën, me Rusinë, me Korenë e Veriut, me vendet e Azisë etj. Por Irani do mbështetet në forcat e veta. Domethënë Irani ka që në vitin 1979, kur u bë revolucioni islamik, më pas amerikanët ditën Saddam Husseinin që nisi luftën Iran-Irak për 8 vite, ata që atëherë u kanë refuzuar si nga Bashkimi Sovjetik, si nga Perëndimi që të mbështeteshin. Përveç asaj të famshmes Iran Contra Affair, por në përgjithësi iranianët janë mësuar që të luftojnë me forcat e tyre. Dhe në këto 47 vite Republikë Islamike, iranianët kanë bërë mrekulli ushtarake,
kanë ndërtuar një nga ushtritë më të avancuara të globit, janë fuqia numër 1 me raketa ballistike sot në botë, ndoshta edhe me dron. Dhe sikur e pam kur nisi lufta në Ukrainë dhe Rusia nuk po e përballonte dot luftën me dron, do të ishin iranianët, ata që do ndihmonin një nga superfuqitë nukleare të botës, që është Rusia. Mes SBA-s dhe Iranit gjatë kësaj kohe, se kemi një pauzë, u bën disa javë që nuk ka luftime, por nuk dihet nëse ka përfundim lufta apo lufta do vazhdoj përsëri. Tani në këto momente ne jemi në një gjendje lufta të ftohtë ndërmjet SBA-s dhe Iranit. Në datën 5 maj, Trumpi që humbi durimin njoftoi lëshimin e operacionit projekti i lirisë, ku Trumpi do të çante me luftanie ngushticën e Hormuzit për të mundësuar transportimin e naftës, por iranianët ju kundërpërgjigjen në datën 7 maj, duke goditur 3 luftania amerikane, njëra prej të cilave u dëmtua shumë rënd, po amerikanët nuk tregojnë se çka ka ndodhur, por nga filmimet që kanë nxjerrë mediat amerikane, ajo u vun flak nga raketat dhe dronët iranian. Përgjigjen duke bombarduar portin e Bandar Abbasit, ishullin e Keshmit, dhe iranianët u kundërpërgjigjen duke goditur bazat amerikane dhe duke goditur në veçanti Emiratet e Bashkuara Arabe. Tani, kur amerikanët nisën këtë projektin e lirisë, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kuvaiti, të cilët janë tmerruar nga sulmet iraniane, i refuzuan amerikanëve hapësirën e tyre, dhe amerikanët përdorën vetëm Emiratet Arabe. Domethënë gjendja duket shumë e dëshpëruar. Në datën 8 patëm disa sulme tit për tat, ku Irani rrëm një cisternë emiratase në gjirin e Omanit. Herët amerikanët bombarduan një cisternë iraniane, dhe më pas në datë 13, nëse nuk kam gabim, iranianët apo më saktë Garda Revolucionare Iraniane deklaroi që në rast se sulmohet edhe një cisternë e vetme iraniane, Garda Revolucionare do të sulmojë gjitha vendet e gjirit dhe bazat amerikane, biles edhe luftaniet amerikane. Dhe çka ka ndodhur, domethënë, duke filluar që nga data 10, nuk po kam shkëmbim zjarri ndërmjet iranianëve dhe amerikanëve. Kjo vjen edhe si pasojë e presionit të vendeve arabe, të cilat nuk e duan këtë luftë dhe nuk përballohen dot me raketat dhe me dronët iranian. Dhe ku kanë ngelur bisedimet të premten e kaluar, amerikanët po prisnin nga iranianët që t'i kthenin përgjigje për pikat e tyre për armpushim, ku amerikanët kërkojnë nga Irani pezullimin e programit nuklear, hapjen e kanalit Hormuzit dhe sigurim për Izraelin dhe vendet arabe, ndërsa Irani u kundërpërgjigj, duke thënë që ne nuk do të diskutojmë fare program nuklear, por pika e parë që juve duhet bëni nëse doni që të keni marrëveshje armpushimi me neve, është 1, duhet të ndaloni masakrat izraelite dhe në Palestinë, 2, të njihni të drejtën e Iranit për të kontrolluar ngushticën e Hormuzit, 3, të na jepni parat që na keni bllokuar nëpër bangat e botës, 4, të hiqni gjithë sanksionet që keni vënë kundër nesh. Në rast se juve nuk na i hiqni këto sanksione, ne atëherë do të vazhdojmë që do mbajmë 9 sanksione vendet e gjirit. Por si mendon që palët po marrin kohë që të rimarrin forcat për të nisur një herë luftimet, apo besoni që s'do ketë luftë?
Tani, si amerikanët, si iranianët janë duke u bërë gati për luftë, por me sa shihet dhe me sa kuptohet, presidenti Trump nuk do më luftë. Ajo që pranoi ministri i luftës Pete Hegseth në Senatin Amerikan është që amerikanët në këtë luftë 40 ditore që bën me Iranin kanë shpenzuar të paktën 30 miliard dollar. Pra, për Trumpin, lufta me Iranin është tmerrsisht e shtrenjtë dhe ai kupton që po bën një vrim në ujë, nga që nuk po shikon ndonjë mundësi për ta mundur Iranin me luftë konvencionale. Në anën tjetër, iranianët janë përgatitur edhe sikur edhe njoftonte New York Times, nëse nuk jam gabim, iranianët kanë rindërtuar apo hapur pothuajse 90% të qyteteve të tyre nëntoksore, ku ata mbajnë raketat edhe dronat. Iranianët kanë rimobilizuar sërish në industrinë e tyre ushtarake, që janë duke prodhuar raketa edhe drona në masë, dhe që të dy palët po përgatiten për luftë, por me sa kuptohet është që as Trumpi, as iranianët nuk duan luftë hë për hë. I vetmi person që kërkon luftë është Benjamin Netanyahu, i cili e nxit administratën amerikane dhe Trumpin që të vazhdoj luftën, por tani me sa duket Trumpi është penduar për atë që ka bërë dhe hë për hë duket që nuk do ketë më luftë, por do ketë vetëm luftë nervash. Po si çfarë solli kjo luftë mes SBA-s dhe Iranit në botë? Kjo luftë ndërmjet SBA-s dhe Iranit e para që nga koha e perandorisë osmane, në botë u rishfaq një fuqi islamike e cila mund t'i rezistojë imperializmit dhe kolonializmit perëndimor. E dyta është që Irani në këto momente është kthyer në heroin e globit, ashtu sikur u kthye Egjipti në kohën e presidentit Gamal Abdel Nasser në 1956, kur egjiptianët i morën britanisët e Francës, kanalin e hume e Suezit, e nacionalizuan dhe parat e Suezit i merr Egjipti, nuk i marrin më britanikët. Dhe Irani me nacionalizimin e Hormuzit pak a shumë është kthyer në një hero të botës anti-imperialiste. E treta gjë është që është hera e parë që prej rënies së Bashkimit Sovjetik që amerikanët po thyhen nga një fuqi me të cilën ata po shkojnë në luftë. Dhe sikur tregonte, nëse jam gabim, New York Timesi apo disa media të tjera perëndimore, në këto momente Irani është kthyer në fuqinë e katërt më të fuqishme të botës. Domethënë kemi SBA-n, Rusinë, Kinën, është edhe Irani. Dhe për më tepër, Irani po i tregon si monarkive kukulla arabe të gjirit persik, të cilat që prej luftës dytë botërore janë bërë me Amerikën dhe më pas edhe me Izraelin kundër palestinezëve, arabëve dhe islamit, që tani në botë është një fuqi tjetër në lindjen e mesme dhe ky është Irani. Dhe po shohim me përjashtimin e Emirateve të Bashkuara Arabe apo të Shqipërisë së Diramës, pothuajse të gjitha vendet e tjera arabe po duan që të afrohen me Iranin, të kenë marrëveshje me Iranin, nga që e kuptojnë fuqinë e Iranit.